Story time, koha për një histori, si e shërova unë plagën e vizibilitetit përmes Theta Healing. Në këtë rast isha edhe klienti edhe terapisti njëkohësisht. Tani së pari, çfarë është plaga e vizibilitetit? Ajo nuk është vetëm frika që ti të flasësh në publik, por është një plagë emocionale edhe psikologjike që nxit dhimbjen, frikën, stepjen, refuzimin, frikën nga ekspozimi, turpin, frikën nga dështimi dhe zakonisht nis që nga fëmijëria, atje ku ke mësuar që të jesh vizibël ose kritikohet ose dëshkohet. Dhe kështu sistemi yt nervor regjistron që është frikë të ekspozosh veten dhe është ndikuese në të gjitha aspektet e jetës, sidomos në karrierë. Për shkak të kësaj plage, ti fillon ta zvoglosh veten, ta minimizosh veten, fillon të ngecësh, për shembull në rastin e karrierës, por jo vetëm. Ti mund të kesh shumë aftësi, por ti ke frikë që ta shpalosësh veten tënde, ti shpalosësh aftësitë tua, sepse ke frikën e refuzimit, ke frikën e dështimit, të bën të jesh perfeksionist, duke argjuar kaq shumë energji në mënyrë që ti të jesh në atë versionin tënd më perfekt apo ta provosh vlerën tënde. Kjo plagë të mbyll, të bllokon çakrën e fytit të shprehjes dhe ti nuk ke më aftësi dhe fuqi të shprehësh ato çfarë mendon, çfarë dëshiron lirisht. Kjo plagë të ul vetbesimin dhe ti më pas heziton që të kërkosh vendin që të takon. Angë, dyshim, pas çdo hapi që merr, pas çdo vendimi, pas çdo arritje, ti vetë saboton. Dhe sot unë vi këtu si dëshmitare e një personi që e ka vuajtur këtë plagë dhe e ka superuar për shkak të riprogramimit që unë i kam bërë vetes time përmes Theta Healing. Ju që më keni ndjekur që nga fillimet e mia, e dini fare mirë se unë kisha frikë të ekspozohesha, të isha në publik, të flisja. Ndërkohë jam këtu sot duke bilbilosur përpara jush. Dhe këtë arrita vetëm përmes këtij trajtimi që unë i bëra vetes dhe do t'ju tregoj tani me detaje se çfarë unë bëra për veten time. Në Theta Healing ne fillojmë të gërmojmë në subkonsciencë për të parë ato bindje, programime, besime apo trauma që e nxisin, si në rastin tim një plagë të caktuar, një problem të caktuar. Në rastin tim shkova pas në kohë dhe për habim time më të madhe mu hap përpara një situatë, një episod të cilin unë e kisha fshirë totalisht nga memoria. Në klasë të 8 isha vënë si me detyrim, pa miratimin tim, pa dëshirën time, të prezantoja një si tip spektakli nga këto festat e shkollës etj. Dhe unë si një person introvert u gjenda totalisht jashtë zonës time të komfortit. Dhe ndërsa u ktheva pas, mbasi kisha çuar trurin në valët Theta, aty ku besimet, programet, modelet dhe traumat hapen, sepse siç u thash unë e kisha harruar totalisht, por duke bërë një proces të veçantë, subkonscienca çlirohet edhe sjell për ty pikërisht ato evente, ngjarje, momente, kohë në të cilat ka nisur rrënja e çdo problemi. Kur u ktheva në ato moment, trupi im filloi të rikujtonte totalisht skenën. Filloi sistemi nervor të më ngurtësohej, fillova të ndjej një peshë, një rëndes në kraharor, të më merrej pak fryma dhe ndjeja një pulsim tek pjesa e fytit dhe sikur diçka më bllokoi. U ktheva pas në kohë, në të njëjtën plagë dhe nga aty kuptova që unë kisha bërë një premtim, kisha bërë një zotim. Nuk do të dal më kurrë në pa. Dhe kjo më pas ishte bërë modeli, programimi im me të cilin unë zhvillova jetën time, duke më bërë kështu që të minimizohem, të mos e kërkoj hapësirën time, të mos i shfaq vlerat e mia, të mos i shfaq aftësitë e mia, të ruhem ndërsa them diçka, të mos e them drejt për drejt atë që mendoj, atë që dua, atë që meritoj, atë që kërkoj, atë që dëshiroj, e shumë gjëra të tjera. Por nuk përfundon këtu, sepse në Theta Healing ne i bëjmë gërmimet në shumë nivele, pasi këto bindje limituese, këto mendime negative që ne kemi në ndonjë aspekt të caktuar të jetës, nuk nisin vetëm nga ngjarjet, historia, memoria që ti ke gjatë kësaj jete, por shumë prej tyre janë të trashëguara nga linja e trashëgimisë, shumë prej tyre i kemi të induktuara, të marra nga kolektivja, ambienti, mjedisi ku rritemi.
kultura ku rritemi. Dhe një pjesë e tyre vijnë edhe nga kujtimet e shpirtit. Shpirti ynë vjen në këtë jetë me bagazh mençurie, por edhe me bagazh sfidash, të cilat duhen shëruar, duhen transformuar. Dhe kjo është puna që bëjmë pikërisht në Theta Healing, kjo teknikë e mrekullueshme e shërimit dhe e zhvillimit personal. Ndërsa u lidha me këto memorje të së kaluarës, mu shfaqën disa jetë në të cilat unë e kisha këtë plagë, por ajo që ishte më kryesore edhe që ishte e lidhur me këtë jetë tani, ishte një jetë e shkuar në të cilën unë kisha një lloj roli për të transmetuar informacione ndaj masave të gjëra, por shumë prej këtyre informacionesh kishin impakte negative dhe unë kisha krijuar bindjen, modelin se ato çfarë unë mund të them, mund të lëndoj të tjerët, ose besimin jam përgjegjëse për mirëqenien e të tjerëve. Dhe sigurisht gërmimi nuk përfundoi këtu, hyra për të parë më pas edhe në linjën time familjare dhe në këtë rast ishte shumë e freskët pas në brezin e parë tek babai im. Kjo plagë ishte përforcuar për mua dhe familjen time për gjatë një periudhë kohë në të cilën ai kishte një pozicion që e bënte disi visible, disi të ekspozuar, dhe ekspozimi i tij ishte edhe ekspozim për familjen, duke nxitur, duke shtuar programimin që të jesh visible është e pasigurt. Pra duke nxitur frika, pasiguri. Të gjitha këto kishin rrënjëzuar në sistemin tim nervor frikën dhe pasigurinë për të qenë visible, për të shprehur, për të demonstruar, për të ekspozuar. Në Theta Healing, pasi bën këtë proces auditimi, ku ti kupton çdo gjë që të ka bllokuar, më pas e çliron atë dhe më pas injekton, downloadon ose integron brenda teje besime, modele fuqizuese që të shërbejnë për ta shëruar këtë plagë, dhe kështu unë e riprogramova subkonsciencën time me siguri, pra që është e sigurt që të jem visible. Çlirova atë betim, atë premtim zotim që unë kisha dhënë që nuk do të dalë më kurrë në pa, duke i dhënë leje vetes time që të jem e dukshme, të jem e ekspozuar, pa frikë, pa frikën e dështimit, pa frikën e paragjykimit. Dhe ja ku jam këtu sot me ju, si prova e gjallë se si ndryshimi, shërimi, transformimi, riprogramimi subkonsciencës tënde ndryshon totalisht realitetin tënd. E ripërsëris, kush më njeh që nga fillimi e di që unë nuk ekspozohesha në rrjetet sociale, ndërkohë që sot është një realitet totalisht ndryshe. Nëse e gjitha kjo të bëri klik, nëse je gati të transformosh jetën tënde, të krijosh realitetin ashtu si ti e do, nëse ti je gati për këtë nivel ndryshimi, katapultimi, të ftoj në trajnimin e Theta Healing të nivelit bazë, 3 ditë që absolutisht mund të ndryshojnë realitetin tënd, mund të ndryshojnë jetën tënde, ku ti do të mësosh të bësh pikërisht këto procese e shumë më tepër. Por ajo çfarë është më e bukura është që ti do të marrësh me vete një aftësi që do ta kesh për gjithë jetën, që do të ndihmojë ty dhe njerëzit përreth. Ky trajnim është online, është i certifikuar ndërkombëtarisht nga Instituti i Thetës. Më shumë info për të marrë pjesë në të më shkruaj në DM, është në datat 28, 29 edhe 30 gusht. Mos harro, kjo botë i përket guximtarëve.